Veç me gruan jam 75 vjetë kemi të ditë, i mon mi ka 120 euro, jemi të smu të ditë, në ndim dhe qysh. Rushdi Qerimi nga Gjilani kujdeset vetë për gjithçka në këtë shtëpi që i ftohti hynë gjithandej. Përgadit ushqimin, nëse kanë, edhe kujdeset për bashkëshorten e tij të sëmur, e që duhet ndihmuar edhe për të lëvizur, me të cilin kishte 4 fëmijë, por që vdiqën qysh të vegjël. Që 15 vjetë që osë që e urdhue, e ka fri kamon. Që 15 vjetë jam këtu. Që 15 vjetë kjo veç që ratë ka nejtë. Njëri ta që jam mënu, ma që më s'po muj, jam dollë ma. Kanë punuar që të dy nga 35 vjetë, por pension kanë vetëm nga 120 euro. Pra këto që u shkojnë gjysma vetëm në ilaçe. Am tregon të dytë edhe ti edhe bashkëshortja sa në mujtë sa ju kushtojnë ilaçet që keni nevojë? O të atin nga 100 euro, po. Çka janë ato? Një 7 për muaj, një 4 qosës, një 11. Këto i keni në baza mujore, apo? Pa. Të premtën bizneset dhe ushtarët e radarit vetë se shkuan për vizitë dhe ndihmë. Ushqime e para filluan t'i dërgonin me njëherë. Qerimi është falenderues për të gjithë që e kanë ndihmuar deri më sot, ndryshe nga familjarët e tyre. A keni vllazën ju ose gruaja ka ose? Gruaja ka 2 motra, ata janë më të vjetra. E ti? Unë i kam për të asë më folin barem. Vazhën jam e. Ju këtu jeni linë, gjithë keni qenë të Tivani, apo? Jetarën për bjena ustit. Ko morën të edhetën.